qeveri të Pakistanit. Sipas mediave ndërkombëtare, një shpërthim i fuqishëm goditi shinën hekurudhore në orët e parë të mëngjesit, duke shkaktuar daljen nga shina të një treni mallrash. Menjëherë pas shpërthimit, në zonë u dëgjuan edhe të shtëna me armë zjarri, duke shtuar panikun mes banorëve. Pamjet nga vendngjarja tregojnë vagona të shkatërruar, automjete të djegura dhe ndërtesa të dëmtuara pranë hekurudhës. Ambulancat dhe ekipet e emergjencës bërritën me shpejtësi në zonë, ndërsa banorët dhe shpëtimtarët nisën operacionet për nxjerrjen e të mbijetuarve nga rrënojat. Dëshmitarët thanë se shpërthimi ishte aq i fortë se dëmtoi edhe shumë banesa përreth. Në video të publikuar nga mediat lokale, shihen qytetarë që përpiqen të shuajnë flakët në automjetet e djegura, ndërsa ekipet të shumta emergjence vijojnë kërkimet në zonën e goditur. Autoritetet pakistaneze kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e sulmit. Sipas raportimeve të Al Jazeera, përgjegjësinë për atentatin e ka marrë ushtria çlirimtare e Baloçistanit, një grup separatist aktiv në rajon. Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, dënoi ashpër sulmin, duke deklaruar se ai shkaktoi humbje tragjike të jetëve të pafajshme dhe la dhjetra të plagosur. Sulmi vjen në një kohë tensionesh të larta sigurie në rajonin e Baloçistanit, ku grupe separatiste kanë kryer shpesh sulme ndaj forcave të sigurisë dhe infrastrukturës strategjike.